Miqtë Prizmos, si që shikoni jam me një mik timin, koleg dikushëm, të Ministrisë dhe të punëve në kulturën të Shqipni, që është Agron Polovina dhe është miki joni që vjen nga Berati. Goni, më lejo që të thash në jam. Ishit për para pak kohësh me një prezentim të shkëlqyshëm të plenerit. Edhe tashi, besoj se i shofin edhe këta miqtë e Prizmosit edhe pikturët e tjera, paraqiteni me një ekspozit personale. Të lutem emocionet e asaj kohë dhe tash po flasim pak edhe për të falenderoj për intervistën, për këtë komunikim me publikun ai të kulturuar të qytetit të Shkodrës, ai dashamirës, ai të hetur për kulturë edhe për art. Po është vërtet, ne ishim para 3-4 javësh dhe përzgjodhëm Shkodrën për të bërë edicionin e radhës të ekspozitës sonë vjetore që kemi si grup pleneristash, grupi i plenerit shqiptar. Është ekspozita tradicionale që bëjmë neve, këtë vit na qelloi që ta bënim në Shkodër, edhe për arsyen që jo vetëm kishim ftesën, por në Shkodër shumë pak kemi ekspozuar. Nuk e di cila është arsyeja, se për të pikturuar kemi ardhur shpesh dhe kemi pikturuar, kurse për të ekspozuar jo, nuk kemi marrë iniciativën, nuk e di pse. Në fakt Shkodra për gjithë neve është një dashuri, është një vend ku jemi ndjerë gjithmonë mirë, gjithmonë të mirë pritur, gjithmonë të rrethuar me një ngrohtësi, me njerëz dashamirës që sa herë jemi ndodhur në për rrugica, në për rrugët e ashtu, njerëzit na kanë mirëpritur, na kanë komplimentuar, na kanë ofruar dhe faktikisht, apo me këtë ekspozitë ishte një surprizë për ne, vërtet një surprizë për ne. Një pritje jashtëzakonshme. Pjesëmarrje shumë e madhe. Pjesëmarrja megjithëse ishte, ti e marr mend, ishte ditë e keqe, vetëm atë ditë çuditërisht, por publiku ishte i gatshëm për të ardhur dhe ajo që ishte interesante ishin njerëz që ishin të interesuar, njerëz që e njifnin artin, njerëz që kërkonin të komunikonin, kërkonin të zhbjeronin në për konceptet e pikturës çdo artisti. Fatmirësisht ne ishim që të gjithë grupi atje. Kemi mbetur që të gjithë me mbresat të jashtëzakonshme dhe me idenë për të rikthyer prapë. Fati më qelloi mua që kisha... Po kemi qenë bisedë edhe me kolegun Juga, me Mirë Jukën edhe Sidritin. Ishte një ftesë e tyre dhe unë e prita me shumë dashamirësi, për arsyen sepse pash që grupi juaj i galerisë punojnë në mënyrë shumë serioze, shumë të përgjegjshme dhe ka një program gjithëvjetor, jo një program për të mbushur një kalendar, por për të pasur një produkt për qytetin, një produkt që t'i afrojnë qytetit dhe të ndikojnë në jetën dhe në kulturën e qytetit. Kjo më pëlqeu, kjo ishte jashtëzakonshme dhe fati që më propozuan diçka që ishte ndryshe nga artet e tjera që ekspozita që kemi bërë neve vetëm prezantimin e veprave, por në një farë mënyre edhe një takim me njerëzit, një bashkëbisedim me publikun, ishte diçka që unë e prita me shumë dëshirë dhe këtu kam sjellë një koleksion të përzgjedhur nga krijimtaria ime që është realizuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet edhe jashtë, por që adresohet tek peizazhi urban. Peizazhi urban me trashëgimi kulturore. Dhe duken shumë mirë në veprat. Sa vepra ke sjellë? Janë 27 vepra. Koleksion i përzgjedhur. Është koleksioni personalimi i ruajtur që e kam në atelien time. Janë peizazhe, por edhe unë përzgjedh edhe një cikël të vogël me veshje tradicionale.
që i kam realizuar në për koloni të ndryshme, janë kostume autentike, të veshura nga djemë dhe vajza simpatik dhe i qerin shumë bukur. Ato gjithmonë më kanë njohur. Më kanë njohur edhe për arsyeën sepse janë pjesë edhe të profesionit tim që ka vështuar gjithkohon, ka qenë objekt trashëgimia jo vetëm e pikturës ikonografike, pikturës post-bizantine, por edhe etnografia, veçanërisht veshjet, janë shumë interesante veshjet shqiptare, ato më kanë njohur për herë. Sigurisht. Dhe unë përzgjoda me idenë që do t'i bënte mirë ekspozitës. Edhe idesë për të pasur një komunikim më të gjerë dhe më konkret me publikun. Sigurisht kam fatin duke punuar këtu dhe interesin tim që të shikoja ke peisazh urban të Shkodrës, ke të Beratit, sigurisht, ke peisazh edhe në Itali, jashtë, ke peisazh, nuk e din Gjirokastër, ke Kujdor, gjithkund ku pyetja ime është e tillë, Goni. Ideja e një piktori, një peisazhisti në përgjithësi edhe talentit që ka vetë në konceptet e sotme, duke u bashkuar pak edhe me tregun, shiko. Ju jeni artista dhe patjetër përveç artistit je edhe individi, edhe do jetosh me. Po sigurisht, jo vetëm për të jetuar, por edhe për të lënë trashëgiminë edhe për të ecur më përpara. Edhe për të ecur edhe për të punuar, sepse është konsum. Sigurisht. Çdo pikturë mjetet janë. Patjetër. Në këtë pikë, pyetja është e tillë. Çfarë terreni është e sotmja për një piktor si ju edhe si kolegët tuaj? Sa afron, çfarë vështirësi ka me dy fjalë, jo t'i bëjmë analizën kësaj. Kush janë vuajtjet e një piktori, po them? Normal. Jo, së pari do të them që unë jam, do të thënë, ka një qasje ndoshta të veçantë me trashëgimimin kulturor dhe me peizazhin urban, sepse unë kam pas fatin që të gjithë femrinë time, gjithë rinin në adoleshencën time ka kaluar në qytetin e Berat. Sigurisht. Një qytet i super peizazh. I veçantë, me domethënë gjithë femria ime është zhvilluar në ato rrugicat, ato portat e rënda të gujit në përshpijat me ato tavanet. Frymëzohesh fete kur mos duhesh. Ta japin mundësi. Kishat e ndryshme, fortesa, do të gjithë kjo ka qenë një fat për mua sepse më ka ushqyer. Por puna prej një kohe të gjatë si restaurator i pikturës pas bizantine, por edhe drejtuesi i institucioneve të trashëgimisë, përcaktuan në një farë mënyrë edhe drejtimin e pikturës time. Do të thënë që të orientohesh përveç se nga elementet e trashëgimisë, por edhe drejt plenerit, drejt peizazhit urban, peizazhit në përgjithësi urban. Në fakt, të pikturuar në natyrë, ose piktura impresioniste, me këto tone, sepse në kohët e tanishme nuk është më i impresionizmi puro, por të peizazhet, përzihet me shumë gjëra, jemi në kohë të tjera. Është më afër, mendoj unë, është më afër tek njerëzit. Njerëzit janë mësuar të shikojnë më ashtu, jo se nuk gjithë këto vite u bën gati 30 ca vjet që artistët përpiqen të ecin në një hap me zhvillimet bashkëkohore, me tendencat bashkëkohore të artit, por edhe arti i plenerit, arti i peizazhit, arti që konkretisht kam ekspozuar unë, është art bashkëkohor, është art që bëhet. Pleneri është, do të thënë, megjithëse ka ardhur si impresionizëm, të dalurit në natyrë, të pikturuarit në dritën e diellit, i ndihmuar dhe nga zhvillime teknike të kohës, përgatitja e ngjyrave nëpër tubeta, kavaleti, dalë atje, kërkimi i aspektit koloristik, i dritës së diellit, janë më afër shpirtit dhe ndjenjës së njerëzve se sa pjesa tjetër. Por, në fakt, në këto momente që jeton, në paktën këto
vitet afër nesh, vitet e fundit, ka faktikisht një lloj tendence që njerëzit t'i afrojnë dhe elementeve të tjerë të mjediseve familjare, të mjediseve urbane për kërkesat e tyre. Në fakt, është pak e vështirë. Ndoshta edhe për arsyeën sepse jo pjesa e përgatitjes e ushqimit kulturor që është e nevojshme, por edhe niveli ekonomik i njerëzve nuk i lejon që nuk i jep mundësi që të jenë shumë afër artit kualitativ. Ndoshta pjesa e njerëzve që janë që kanë të ardhura të mjaftueshme ose nuk e din kualitetin, disa që e din nuk kanë mundësinë. Është edhe jo, por janë të adresuar ndoshta dhe me kënaqësi të tjera, është një kohë, ka ritme të tjera, koha e tanishme, nuk është ajo e shumë viteve më përpara, që është e vështirë, shumë e vështirë të mbjetosh, të jetosh me art. Kjo ka qenë arsye që unë gjithkohën derisa marrita këtë moshë, përveç se jam marrë me art përgjithsisht, por kam bërë dhe punë të tjera. Sigurisht. Sepse në Shqipëri arti nuk mjafton për jetuar. Normal. Kjo është pyetja e fundit, Goni, kur të kam njohur, sigurisht është një vizitë ime, jemi njohur edhe në ministri, por jemi njohur kryesisht një vizitë time te Muzeu Etnografik aty. Ju keni qenë drejtues. Pyetja ime është Berati, sikur unë e du fort që qytet, sepse jo vetëm që është Berati një kryevepër trashëgimie antikiteti dhe mesjete, por është qytet që ka nxjerrë njerëzit e artit, njerëzit edhe të pikturës, njerëzit e një kulturë fantastike, një qytet kulturor fantastik. Si e kemi sot edhe ç'mendon Agron Polovina për të? Faktikisht unë për herë kam menduar dhe vazhdoj që të mendoj që edhe ta them që qyteti Beratit është një nga qytetet më të veçantë. Sigurisht. Në Shqipëri, ndoshta dhe më gjerë. Po patjetër. Sepse në të janë grumbulluar në kohë, janë grumbulluar pasuri fantastike, të jashtëzakonshme dhe të shumëllojshme. Dhe të gjitha të dorës parë. Shëvetmja ka la atyre për masat dhe banuar në Ballkan. Ka kisha, manastire dhe xhamia të jashtëzakonshme, me element brenda banesave karakteristike, janë 3 ansamble, të cilat janë pasuri botërore, janë pasuri botërore, gjenden banesa të zbukuruara me tavane, me mjedise të jashtëzakonshme artistike. Dhe që gjitha këto e them me një lloj kënaqësie dhe me një lloj ndjenje krenarie, janë të ruajtura shumë mirë në qytetin e Beratit. Qytetarët e Beratit në çdo kohë janë përpjekur që me atë pak mundësi, sado pak mundësi që kanë pasur, kanë munduar që t'i ruajnë të gjitha këto pasuri. Ju keni ardhur vetë, keni parë Muzeun Onufri, që është një muzej vogël, por tepër i veçantë, sepse përveç se ti shijon një koleksion produktesh të mjeshtave më të mëdhenj të historisë së artit të mesjetës shqiptare, dhe që gjitha të dorës parë, por ti mund shijosh edhe atë atmosferë 200 ca vjeçare, të cilët ato janë krijuar me atë katedrale fantastike, atë katedrale që ka qenë për gati 200 ca vjet, ka drejtuar jetën ekumenike të gjithë Shqipërisë së mesme. E gjithë kjo pasuri në këto momente është kthyer në një mundësi ekonomike për qytetin e Beratit. Sot qyteti i Beratit, ndryshe nga 10-15 vjet më përpara, ka një fluks shumë të rëndësishëm vizitorë, gati gjithë vjetore. Absolutisht. Mbaj mend para
12 vjetësh kur kam filluar punë ke Muzeu Onufri, ke qendra kombëtare e muzeumeve në Berat, Muzeu Onufri kishte rreth 8.000-10.000 vizitorë në vit. Vetë Muzeu Onufri ka pas shumë se 100.000 vizitorë. Do thënë, kjo trashëgimi kulturore, e cila është grumbulluar në Berat, sot është kthyer në një aset shumë të rëndësishëm ekonomik, financiar, për qytetin e Beratit. Është ajo që ndodh në gjithë Shqipërinë tani momentalisht, është do të thënë është ajo kërkesa e njerëzve për një jetë më të mirë, vazhdojnë të largohen gjithsesi. Unë nuk e kam menduar asnjëherë, nuk më është krijuar asnjëherë ideja për të lëvizur nga qyteti i Beratit, sepse aty kam pasur gjitha qytetin, muzën time që është qyteti legjendan e tij, aty kam atelien, aty kam ambientin tim miqësor, dashamirësit e artit, por dhe nuk më asnjëherë se kam pasur idenë për të larguar. Faktikisht këtë i them edhe të rinjve sot, dua që ta ndjejnë që në qytetet ku janë të krijojnë, të gjejnë mundësinë e të jetuarit. Jetohet shumë mirë në Shqipëri. Me pak optimizëm, me më shumë optimizëm, edhe me më shumë punë, ndoshta edhe me dëshirë punë, sidomos edhe me një lloj vetëmbajtje. Edhe patriotizëm. Po sigurisht, edhe me patriotizëm. Se kemi harruar pak, kemi vetëm ke futbolli dhe ke Shqipëria është goxha e begat për neve. Të falenderoj o miku jem edhe kolegu jem. Të falenderoj shumë për mendimet. Edhe unë ju falenderoj. Të uroj sukses që jam i sigurt që do të kesh, por shumë faleminderit dhe vepra të mira. Dhe veçanta që më vjen mirë që jam në Shkodër, më vjen mirë që jam në qytet Kaj Dashamirës dhe jam miku i galerisë, që sot është një, sipas mendimit tim, dhe ajo që unë shoh është një nga galeritë më aktive, atë që thash dhe në fillim, dhe që mendojnë idetë dhe projektet e tyre janë për sa më shumë produkt kulturor dhe artistik, dhe sa më shumë ndikim në publikun, në jetën kulturore estetike të qytetit.